Ku sot po zhvillohen zgjedhjet për kryetar degës Partisë Demokratike të Lirës dhe ju jeni njëri prej kandidatëve. Si duket pjesëmarrja dhe si po shkon procesi i votimit? Besoj që është një ditë shumë e rëndësishme. Është ditë e rëndësishme në radhë parë për demokratët, për degën e Lezhës. Besoj që dega e Lezhës më shumë se kur ka nevojë për një ristrukturim dhe ringritje, pasi prej shumë kohësh në degën e Lezhës kemi pasur lëvizje të ndryshme në detyrën e kryetarit PD-s, të cila ka ndikuar negativisht në përmirësimin e strukturave për të qenë eficiente dhe ashtu siç e kërkon elektorati i djathtë. Besoj që është një moment i rëndësishëm kur demokratët e Lezhës duhet të reagojnë. Ne jemi një garë brenda Partisë Demokratike, por që të përgatitemi të jemi serioz për zgjedhjet e ardhshme lokale, për të bërë struktura eficiente, struktura më të vërtet përfaqësuese, pa larguar asnjë kontribut të Partisë Demokratike, sepse prej vitesh kemi largime me dashje apo pa dashje të shumë njerëz të cilët kanë dhënë një kontribut të çmuar për Partinë Demokratike. Unë besoj se procesi ka filluar normalisht, shumë i qetë, në mënyrë demokratike, secili nga kandidatët ka bërë përpjekjet e veta për të afruar elektorat brenda Partisë Demokratike dhe besoj që ky proces vazhdoi i qetë pa probleme e të mbyllet në mënyrë shumë demokratike, sepse ne nuk kemi një garë brenda llojit, por kemi një garë me kundërshtarin politik apo. Sot po zhvillohen zgjedhjet për kryetar degës Partisë Demokratike dhe ju jeni njëri prej kandidatëve. Si po shkon procesi i votimit dhe a duket se ka interes të demokratëve të bërë pjesë e këtij procesi? Po, përshëndetje. Sot zhvillohet votimet në lidhje me zgjedhjen e kryetarit të degës së Partisë Demokratike Dega Lezhë. Deri në këtë moment votimi po shkon normal, ka një pjesëmarrje të mirë, demokratë janë të interesuar që të marrin pjesë për të zgjedhur kandidatin apo kryetarin e Partisë Demokratike. Për momentin zgjedhjet po shkojnë mirë me një pjesëmarrje të mirë. Cilat janë pritshmëritë në këtë zgjedhje pasi kundërshtari i zgjedhjet është Partia Socialiste dhe kjo është një garë e ballojt. A keni një mesazh? Ne nuk është se kemi një garë brenda vetit, ne kemi zgjedhje brenda vetit, secili do të jetë njëri nga ne. Garën e kemi me Partinë Socialiste. Aty ne duhet të tregojmë vlerat dhe meritat tona si deg Lezhë. Faleminderit. A kryet procesin e votimit dhe çfarë prisni nga këto zgjedhje? Procesi i votimit sapo ka filluar qysh në orën 8, pjesëmarrja është e kënaqshme dhe më pëlqen shumë se i pjesë prej këtyre janë ata që sa kanë votuar për Bashkinë e Lezhës, ata tipa. Kurse unë partinë? Po, jo për partinë, po për sekretar bashkie. I kam pa në votim, po. Kurse për këtë pjesëmarrjen, unë do ishte e mira, tonë kjo pjesëmarrje, jam shumë i kënaqur për këtë pjesëmarrje, por kam edhe diçka tjetër që tonita që sot paraqiten këtu për me zgjedh kryetarin e partisë dhe bëjnë shumë mirë, sepse duhet një kryetar partie një drejtues, po duhet që këta të vinë edhe me 20 shkurt që kena protestën kombëtare. Por atëherë në qëllimi kryesor i jonë është të rrëzohet ai e keqja këtij popullit, po jo gara brenda llojit. Se për këtë do ta zgjedhim se s'kena se si, mos mendet pa kryetar. Kaq kisha unë zoti. A pret nga këtë zgjedhje se do të ketë një organizim më të mirë? Unë pres diçka që pres një organizim, një forcë më të mirë e pres këtë zgjedhje, po ja të shohim kush na del si kandidat. Kandidat janë të pëlqyeshëm, janë të tre, por faleminderit. Lutem. Degës Partisë Demokratike të Lezhës, si po shkon procesi dhe ka interes të demokratëve për të bërë pjesë? Pas një procesi të gjatë të cilët kandidatët kanë zhvilluar një fushat intensive në lidhje me zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike, rezulton që sot ka një interesim të jashtëzakonshëm, ashtu siç e shihni dhe juve pas shpinës time ka një numër të konsiderueshëm
të antarëve të Partisë Demokratike, të cilët kanë shprehur interesin dhe vullnetin për të paraqitur ditën e sotme dhe për të votuar për kandidatin i cili ata preferojnë, ose ata. Çfarë prisni nga këto zgjedhje? Nga këto zgjedhje ne presim që procesi të shkojë normalisht, të zhvillohet një garë dinjitoze mes kandidatëve. Ju urojmë fitoren atij që do votojnë antarët e Partisë Demokratike të Lezhës. Njëkohësisht kjo ditë e sotme shërbej edhe si frymëzim për protestën e datës 20 shkurt, ku kërkohet një mobilizim i jashtëzakonshëm nga ana e antarëve të Partisë Demokratike dhe njëkohësisht edhe qytetarëve të Lezhës. Ju uroj suksese procesit, por njëkohësisht edhe 3 kandidatëve të cilët sot janë në garë. Faleminderit. Kjo është një garë brenda llojit, por kundërshtari është Partia Socialiste. Po. Keni mesazh? Padyshim që është një garë mrena llojit dhe normalisht garat mrena llojit kanë edhe ato problemet e veta, por ne luftën e kemi me Partinë Socialiste dhe me qeverinë e Rama, e cila është qeveria sot më korruptuar në botë, dhe padyshim kërkohet një mobilizim dhe kjo analiza në radhë parë, por njëkohësisht edhe procesi i votimit është një augur i mirë sepse strukturat kanë filluar të lëvizin. Më pas do kalojmë edhe në formatimin e gjithë strukturave të seksionet, grup seksionet, kryesisë dhe gjithçka tjetër në mënyrë që Partia Demokratike të shkojnë në stadin ku ka qenë gjithmonë fituese dhe të jetë një forcë konkurruese në zgjedhjet lokale dhe njëkohësisht edhe në zgjedhjet e parakohshme. Faleminderit. Fillon zgjedhjet për kryetar të degës Partisë Demokratike, ju njëri prej kandidatëve. Cilat janë pritshmëritë dhe si po shkon procesi i votimit? Procesi po shkon shumë mirë, Partia Demokratike do dalë më bashkuar se ka qenë, do të përzidhet më i miri dhe në fund të garës do të jemi prapë më të bashkuar se kemi qenë. Ne jemi këtu për të konsoliduar Partinë Demokratike dhe për të mposhtë pushtetin e Edi Ramës kriminal dhe korruptiv. Faleminderit.